Kjo sallë shndronte çelikun në energji. Më pas, bota një ditë ndryshoi, qymërguri mbaroi, fornaltat ranë në qetësi, tymi u kthjell dhe shumë e pan rajonin dhe menduan se do të shndrohej në një muze, kushtuar një epoke që tashmë kishte mbaruar. Por njerëzit e këtij rajoni qëndruan brenda skeletit mrekullueshëm të ekonomisë së vjetër dhe në vend që të pyesnin veten si ta ruanin, bën të vetmen pyetje që ka çuar përpara civilizimin për herë. Çfarë mund të bëhej kjo? Dhe përgjigjja na rrethon të gjithëve sot, kështu që unë mendoj që nuk ka vend më të mirë për të ngritur një tjetër pyetje. Nëse kjo ndërtesë që dikur mishronte pushtetin industrial, si shfaqet pushteti sot, ndoshta çka është edhe më e rëndësishme, kush e zotëron? Më lini ta nis me një rrëfim. Përthuajse gjatë gjithë historisë njerëzore, pushteti ishte diçka që mund të mate, ishte qymërguri në tokë, çeliku në fabrika, nafta në shkretë të tjerë, anijet që kalonin përmes oqeanëve, ushtri që ruanin kufit, fabrikat, bankat, territoret, popullsitë. Pushteti ishte i rëndë. Duke qenë se ishte i rëndë, ishte i rrallë. Duke qenë se ishte i rrallë, akumulohej. Duke qenë se akumulohej, historia u shndrua në historinë atyre fatlum apo mizor mjaftueshëm për ta kontrolluar. Vendet e vogla u mësuan të jetonin me gravitetin, ndërkohë që vendet e mëdha e krijonin atë, por inteligjenca sillet ndryshe. Inteligjenca është e lehtë. Nuk gjendet e fshehur nën male, në pritje për të nxjerrë, nuk i përket natyrshëm atyre që kanë lindur mbi minerale apo lumenj të caktuar për herë të parë në historinë tonë. Specia lënda në herë të parë në historinë tonë, lënda e parë më e rrallë ishte një dia dhe aftësia për të zbuluar dhe kjo po bëhet e bollshme dhe kjo ndryshon gjithçka, sepse bollëku rishpërndan pushtetin, epoka industriale shpërblen të shkallën, epoka inteligjencës shpërblen imagjinatën. Ky ndoshta është revolucioni i heshtur që shpaloset në të gjithë titujt, kur pushteti ishte qymërguri, vendi i vogël mbetej i vogël, po kur pushteti është inteligjenca, një vend i vogël mund të shndrohet në laborator. Dhe mahamendja, kjo është arsyeja pse më kanë ftuar këtu si përfaqësues i një prej laboratorëve më të vegjël në Europë. Më lini t'ju them një histori për Shqipërinë, jo sepse është unike, por sepse na kujton se sa shpejt historia mund të përmbys veten. Përthuajse gjysmë shekulli jetuam brenda ndoshta diktaturës më izoluese të këtij kontinenti, një lloj Koreje e Veriut të Europës, ndërtuam bunker në vend të urave, mure në vend të dritareve, dyshim në vend të besimit. Shteti dinte gjithçka për qytetarët, nuk dinin thuajse asgjë për shtetin. Dhe kur liria bepas erdhi, trashëguam demokraci, por trashëguam edhe të kundërtën e saj. Burokracia ndërtuar më shumë për kontroll sa shërbime, letra, vula, në firma, radhë, korridoret pafundme, çdo procedurë administrative u shndrua një pelegrinazh, çdo zyrë kishte një zyrë tjetër, çdo firmë kërkonte një firmë tjetër, dhe përtej çdo sporteli qëndronte dikush që zotronte diçka më me vlerë se sa vetë dokumenti. Pushtetin për të marrë vendim, çdo zbul ishte një sportel i vogël, çdo firmë një kyç tjetër, çdo radhë tjetër një tjetër kujtesë, pushteti i takonte ende dikujt tjetër. Dhe përtej këtyre shumë ndyrëve qëndronte një dorë e shtrirë, që ishte arkitektura e pushtetit që trashëguam. Dhe sfida përpara nesh nuk ishte kur të digitalizonin formularet, por të rikonceptonin vetë pushtetin, sepse dhe këtu vim te korrupsioni. Korrupsioni nuk është thjesht një dështim moral, është një dështim arkitekturor, lulëzon kudo ku mbijeton pushteti i vendimarrjes pa nevojshme, rritet kudo ku paqartësia bëhet normale, jeton aty ku qytetarëve ju duhet t'i kërkojnë dikujt tjetër diçka për
te cila ju takon me të drejtë. Bëm një zgjedhje, jo të modernizonim qeverisjen, por të rishpiknim marrëdhënien midis qytetarëve dhe shtetit. Tull pas tulle digjitale, shërbim pas shërbimi, dhe sot Shqipëria ka më shumë se sa 1000 shërbime publike plotësisht digjitale. Dhe për gjitha këto shërbime, të cilat përbëjnë afro 95% të totalit të shërbimeve, qytetarët nuk kanë nevojë të shkojnë askund dhe të takojnë askënd. Thjesht kanë nevojë të klikojnë në telefonat e tyre. Dhe shërbimet e mbetura janë të tilla si për shembull ai i martesës, ende nuk ka një mënyrë online për ta bërë këtë gjë. E po kështu edhe shenjat e gishtrinjve dhe shërbime të tjera të ngjashme. Kështu që është qeveria që shkon te qytetari dhe jo e anasjellta, por arritja më e madhe e këtij hapi të parë nuk ishte asnjëherë leverdia. Leverdia është e këndshme, liria është transformuese, sepse diçka jashtëzakonshme ndodh.